Nga 1 marsi ka nisur zyrtarisht afati për deklarimin e pasurisë për vitin 2025. Një obligim ligjor që përfshin mjera bartës publik në Kosovë. Agjencia për parandalimin e korrupsionit ka theksuar se respektimi i këtij afati është thelbësor për transparencë dhe llogaridhënie në institucionet publike. Afati për deklarim të pasurisë pritet të përfundojë me 31 mars të këtij viti. Derisa agjencia ka bërë të ditur se do të ketë masa ndëshkuese për ata të cilët nuk e përmbushin këtë detyrim ligjor brenda kohës së caktuar. Për këtë cikël deklarimi janë gjithsej 10.340 subjekte që duhet i nënshtrojnë këtij obligimi ligjor, ku në mesin e tyre janë edhe mjekët dhe profesorët. Për dallim nga vitet e kaluara, tani për tani janë të regjistruar 1.360 mjek e profesor si subjekte deklaruese. Ndërkaq nga agjencia kanë bërë të ditur se nuk ka ndryshime në ligj. Prandaj lista e zyrtarëve që duhet të deklarojnë për pasurinë e tyre mbetet e njëjtë me vitin e kaluar. Për mos përmbushjen e këtij obligimi ligjor gjatë vitit të kaluar, sipas Agjencisë për parandalimin e korrupsionit, janë shqiptuar 135 gjoba për vonesa mbi 15 ditë, derisa 16 raste të tjera janë përcjellë në organet kompetente, saktësisht në prokurori. Po ashtu gjatë verifikimit janë referuar 61 informata dhe 17 kallëzime penale për dyshime për shkelje të ndryshme që lidhen me këtë fushë.